shkon deri te ky numër. Nuk ka qysh me shku ma të tje. Nuk pjesa tjetër sigurisht e votuesve do thendet në për parti tjera, nuk mundet mju... Parti tjera kanë me pas problem më bo parti klienteliste. Në fakt kanë qenë po më u rikthy se tash i ka marrë vetë vendosja grej. Tash jam ka marrë krejt ato që i kanë pas këto ma herë, tash klienteliste. Jes, ma mërmenja. Nuk... Po që ta mërmenja janë faktet të Svajiu, tash janë faktet, po dijet kush është... Ka për shambull, për parti klienteliste, a? Po, për shambull... A ka me dërmarje që se është sistem punësu njerës? Dërmarje publike, militant, motra, vllazni, dajallar, subvencione me të njëfshëm, nepotizmi maksimum, hetime për aferat larta të korupcionin, ngritja këtë akuzës para pak ditësh për një prej skandaleve më të mëdha rezervat shtetërore. Prandaj, po them, nuk e ka më kartën e fuqishme të korupcionit, nepotizmit, lëvizjave të vendosë, sepse është djeg gjatë këtyre 5 viteve. Shiko, unë nuk po them që lëvizjave të vendosë ka luftu korupcionin, dihet që, domethënë, akoma nuk ka asnjë indikacion që Albin Kurti është një kryeministër korruptum, por që ka toleru korrupsionin, kjo shihet, domethënë. Zoti Kurti ka toleruar korrupsionin? Ka toleruar edhe në mesin e radhëve të veta, domethënë, por... Tash nuk e di që korrupcion. Po tash nëse merret një vendim për shmangje të procedurave, të prokurimit publik, dhe vendimi e mban emrin Albin Kurtit. Po nuk... Korrupcionit mundet mja vendosë emrin çfarë do, por... Nuk është tjetër, është për shembull, tjetër më shembull një qeveri të korruptum, që është për shembull qeveria e Shqipnisë. Ku aty bëhen, edhe pjesën që është shihet edhe pe komunikimeve tash të zbuluar atje, atë pjesën më të madhe e merr kryeministri, pastaj një pjesë e merr ministri, zyrtar tjerë kështu. Këtu, çatë pjesën më të madhe, që ky kryeministri unë nuk e merr. Nëse ai lën, domethënë, edhe toleron i mshel syt për shembull që një ministër i ti korruptohet ose kalon mbi ato. Jo që nuk i mbyll syt, po fakte e mbron, del e mbron edhe publikisht. Ja, po për shembull na kemi rastin për shembull që rrethatullimi i Pestovës, që është një akt i pastër korrupsioni. Kjo është e mirë se që të vini nga janë, njëni shumë. I Liburnaliu, që e ka shtyp projektin për 1 vjet, për shkak se ka kërku punë shtesë, domethënë në kontratë u kon që projekti më përfundu deri më 5 shkurt 2025, dhe ka pas një klauzul që në rast se kërkohen punë shtesë, shtyhet edhe për 1 vjet tjetër. Ministrit të infrastrukturës ka shumë tjera. Liburnaliu, zoti Svajiu. Është pasem një primat voglave. Shqipëri tash e tutje. Drejtori i portit Durrës. Po tash shku atje, se atje Edi Rama ka gjetë ato akranin e vetë.